Placirat kamnet e respektun e shunamet hajdi kamnet të mencionan talase Radio Romana Vazovske shulevta të hafterin megahertzja, taj ani Facebookeski qam Radio Romana Vazo. Atikere e kemi si anorami e piko i pas kotar o OSB, anaveja promovipe, haricune komitetjengo, hakaengo, taj aksesesko mashkaro institucionalno ketana butikiripe, sa starde politikengo taj mangle piko i pasko, tema koji ka tretirina sto profesionalno treningo, šajpe vaš butikiripe taj karijerako avansipe. Misafirja na studio stovo Rajo Sinan Gashi, който шерune profesionalno treningoske centrosko ano Prizren, aj tema disuni si toj tarva kjergum profesionalno trening. Shëndetje, zotri Sinan, faleminderit shumë që keni ardhur, nëse mundeni edhe një herë më prezantu, unë ju prezantova në gjuhën rome, po nëse mundeni edhe ju më prezantu. Patjetër, faleminderit fillimisht për ftesën, për mundësinë që më jeni për mua qytetarët tonë, për mundësitë që i kanë qendrën e aftësimit profesional në Prizren. Po unë jam Sinan Gashi, jam udhëheqës i qendrës për aftësim profesional në Prizren. Kjo qendër menaxhohet nga Agjencia e Punësimit të Republikës Kosovës, e cila është në kuadër Ministrisë së Punës, Familjes dhe Vlerat Luftës. Kemi një përvojë bajgi gjatë në këtë qendër, është qendër që më njëherë prej pas lufte ka filluar me aktivitetet e vet, më orë ndihmë qytetarëve të Prizrenit, për gjithë Kosovës, për gjithë ata që janë interesuar për një zanat për shërbimet që i ofrojmë ne. Faleminderit. Çfarë programi është trajnimi ofron aktualisht qendra e trajnimit profesional në Prizren dhe për kë janë të destinuara? Neve jemi një prej qendrave më të mëdha në Kosovë që menaxhohet prej Agjencisë Punësimit, siç e thash. Kemi për momentin 18 kurse zanate që i ofrojmë, programe që janë, kujtoj goxha cilësore, që janë shumë aktuale për tregun e punës në Prizren dhe në Kosovë, edhe është një mundësi shumë e mirë, është një taramani e profesioneve e kurse që ofrojmë. Ajo në më shumë për të rinjt, për të vjetrit, a ka ndonjë profesion, do të thonë ndonjë trajnim që është edhe për moshat të shtyera, po e di që shumica janë edhe për të rinjt që dojnë më aftësill. Edhe për gratë, po besoj. Po, patjetër. Neve kandidatë që i pranojmë këto qendra fillimisht do të janë të regjistruar në zyrët e punësimit. Me ligj kanë të drejtë prej moshës 16 vjeçare deri në moshën e pleqërisë, që është gjallë të 50, çdo qytetar i Kosovës ka drejtë me marrë pjesë në këto trajnime që i ofrojmë na. Patjetër që fokus për neve janë të rejat, janë gjithë qytetarët e vendit tonë, po potencial janë të rejat e vendit tonë, me qëllim që këtyne mja hap një rrugë, mja dhon një mundësi që këta me bën një jetë shumë më të mirë, shumë më të këndshme. Sa i fortë është interesi publik për këto programe trajnimi dhe cilat profesione janë aktualisht më të kërkuara në tregun e punës? Siç thash, po bën dikon 25 vjet që kemi filluar me aktivitet në këtë qendër. Ka pas një ngritje dhe ulje të numrit kandidatë varësisht prej kërkesave të tregut punës. Deri te pandemia kemi pas një numër shumë të madh qytetarëve që kanë qenë të interesuar për zanate, për mi ngrit hapësitë e tyre, shkallësitë e tyre. Dhe nga pandemia e tutje, përsëri ka interesim goxha të madh, mirë, po shihet një ramje. Kjo ramje, sipas asaj na që mendojmë, ka disa faktorë që ndikojnë. Ndoshta po ndikon shumë lëvizja e popullsisë, migrimet e ndryshme që po ndodhen, ndoshta edhe faktorë tjerë që ndikojnë. Po gjithsesi kemi numër goxha të madh qytetarëve që janë interesuar për këto kurse, të cilat kanë një vlerë të madhe sipas meje. Është një shans, është një mundësi e mirë që çdo qytetar, çdo i ri e re e jonja, mi ngrit aftësitë e veta, shkallësitë, më bë kompetent për një punë që ai pastaj tërë jetën mund të punu me dinjitet në mënyrë më të mundshme. Cilat janë programet që më së shumti ka pjesëmarrje tani? Për momentin kemi interesim shumë të madh për botën femërore, po flas kemi për grim, parukeri, pastaj kemi fortari, rroba qepsi, kuzhinier, kemi për murator edhe
drejtime tjera, pastaj që hinë të ndërtimtaria. Metal punës kemi saldim goxha mirë, kemi instalime elektrike, kemi instalime ngrohjes qendrore që janë që janë kurse, po tham janë zanotet kohës që paguhen tregun e punës sot, edhe munës secilin nga 3 tona, jo vetëm të punësohen të dikush, po të vetë mundësohen, munët shumë letë vetë, o biznesin e vetë një mikrobiznes që kish mi ndimu dhe kish si pas me kriju torma shumë të mira, shumë të mira për situatën që jemi në kësë. Cilat janë kërkesat për regjistrim dhe janë programet e trajnimit falas? Edhe qysh është pak periudha kohore për një trajnim që me i ditë domethënë edhe dëgjuesit dhe shikuesit tanë tani e tutje që të regjistrohen, sepse normalisht që ndoshta dikush edhe punon, po dëshiron me marrë një zanat që në të ardhmen të punoj në një punë edhe më të mirë, po për shkak të punës së tanishmet nuk po mundet me i ndjek kurset. Po fillimisht është shumë e rëndësi, besoj ta ceki se ne jemi qendër publike shtetërore, gjitha shërbimet që i ofrojmë na si qendër e aftësimit profesional janë falas për gjithë qytetarët e vendit tonë. Kush ka drejt më regjistru, kush ka drejt mi marrë shërbimet tona, janë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, janë 3 të rejat tona që do të kanë si kusht të regjistrojnë zyrët e punësimit, atje mund të regjistrohen si punë kërkues ose të pa punë, pse po tham punë i ndaj këto 2 kategori që ligje sakson kështu, se ti mund të jesh edhe duke punu, po do mi ngrit shkallësitë e vetë juja, edhe ti ki mundësi marrë edhe një kurs shtesë me bën me qëllim që me rrit pozitin tonë në varësisht ku e ki, me bën një pozit më të lartë, ma ja përshtat tamam aty ku të vyll, edhe patjetër që gjitha këto lidhen pastaj edhe me pagën që ki me marrë. Kanë drejtë, më thonë, edhe ai që s'është të punu fare, po ai që është të punu, po që mundet. Pra janë falas, aja që do të bëhet është që do të regjistrohen në zyrët e punësimit, është një procedurë shumë e lehtë, është shumë e thjeshtë, nuk është që i merr qytetarëve kohë, edhe është shumë kujtoj, është kulturë, njerëzve me shkunin socione shtetërore aty ku asi edhe me marrë shërbimin që ta kanë. Këto zyra pa desht mu thellu shumë pasi sort mandatin tem, aty kanë mundësi edhe mu orientu, mu këshillu zyrët e punësimit, me marrë informacionet ndryshme edhe për programet ndryshme edhe për gjona tjera që ata mund të kanë si pako për qytetarët e tonë. Pasi ta kryjnë këtë procedurë, këtë regjistrim, ju shohet një lloj aplikacioni atje, me ato drejtojnë në zyrët tona në qendrën tonë. A keni bashkëpunim, do të thonë zyra e punësimit besoj që ka bashkëpunim me bizneset, po ashtu ndoshta edhe ju keni bashkëpunim drejt për drejt me bizneset? Patjetër një prej detyrave zyra e punësimit, po edhe neve si qendër, patjetër mandatin tonë është që me bashkëpunu me gjitha bizneset e Prizrenit edhe gjithë rajonit aty ku mund të jepet hapësira dhe mundësia. Mandatin që saktë kanë shumë ma të përcaktuar janë zyrët e punësimit, këshilltarët e punësimit që ata i njohin gjitha bizneset e Prizrenit me të cilët kanë bashkëpunim, po është punët e ndërmjetësimin punësim, po ndoshta edhe i marrin vlerësimet e tyne, i marrin kërkesat e tyne për çka ka nevojë biznesi. Nëse ata kanë nevojë për për instalacion ngrohjes ose të rrymës, ata vinë pastaj këto dhona që i mbledhin, i deponojnë te na, pastaj na i kemi mekanizmat tonë që mirëm edhe mundohem që mi plotësu kushtet që ata kanë kërku. Po, kanë mandatën e tyne me bashkëpunu me biznese, kemi një bashkëpunim kujtoj shumë të mirë me ta, edhe i shoh që shumë herë vinë edhe kërkojnë punëtor të kualifikuar, zyrët e punësimit vinë shumë herë drejt për drejt edhe te na, po pasi është mandati shumë i lidhur me zyrët e punësimit, pasi jemi në një qati me ata, na i drejtojmë të zyra punësimit me të mirën më të mundshme që mi gjetë njerëz që mujnë mi u kry punë. Që është puna e certifikatës, do të thonë sa muaj janë trajnimet, sa orë në ditë paka shumë, a dallojnë prej profileve të ndryshme, edhe në fund do të thonë në certifikim, sa e vlefshme, do të thonë normalisht është edhe kjo certifikata për tregun e punës. Edhe është vetëm për kosovar apo edhe për ndërkombëtar?
Po, neve këto programet që i ofrojmë janë shumë fleksibile, kemi kurse që kanë numër të orëve të ndryshme, pakot të ndryshme, dikon prej 350 orëve deri në 400, 450, mbarët prej asaj, prej profesionit që zgjedhin. Një diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është që shumë prej qytetarëve tonë kanë punu tonë jetën, po kanë punu 5 vjet, 10 vite, ku e dion, edhe kanë përvojë. Kanë përvojë, po nuk e kanë jojën në zyrtare. Edhe kjo kategori e qytetarëve tonë mund me shfrytzu këtë drejt tyne ligjore, marrë në qendrën e aftësimit profesional dhe më vlerësu për njohuritë, për shkallësitë që i posedojnë. Kurset janë kryesisht zgjasin dikun 3 muaj, ka dikun 5 orë në ditë deri në 6 orë në varë që e organizojnë, edhe po, kjo është orari i përafërt, shtunëve dilën nuk punon edhe 5 ditë javës pasi jem shtetëror, punon vetëm 5 ditë javës. Sa e rritshme janë programet e trajnimit profesional për anëtarët e komiteteve romashkale dhe egjiptian dhe normalisht edhe komiteteve tjera në rajonin e Prizrenit, edhe a ka ndonjë mas shtrirje ose mbështetje për të inkurajuar regjistrimin e tyre, domethënë ndoshta këtu organizatat apo veprojnë ose subjekte tjera politike ose etnitete tjera që me nxit, domethënë regjistrimin e tyre për qendrën e aftësimit profesional. Që thamë drejtën e kemi bërë shumë përpjekje, kemi bashkëpunim shumë të mirë me organizatat ato që edhe të komunitetet ndryshme, po edhe nivele më të larta që janë, po sidomos kemi pas për disa vite bashkëpunim shumë të mirë me në organizatën këtu në Prizren, që është Meseli, Novo Koncepti, pastaj me Voice of Roma Shkali Egjiptas, kemi pas shumë bashkëpunim, shumë trajnime, shumë jemi përpjek që përmes turizat ndryshme, përmes takime ndryshme që kemi bo me qytetarët e me gjitha këtër tjerë që me dhoni informatën, me quj mesazhin, me tërgu sa janë të rëndësishëm për ne si qytetarë një zanat, sa çfarë vlere mundet me pas me këtu jetën dikujt mja për marë dhe për mirë. Aja që kemi ba personalisht tonë me një prej programet Novo Conception, që kemi vizitu komunitetet, për shembull na për shkolla, kemi takimet, kemi caktuar, kemi mbledhë, organizata kanë ndihmu në informimin dhe mbledhjen e këtyre qytetarëve. Unë personalisht kam bën përpjekje, kemi informuar të mirë më të mundshme për këtë mundësi që i kemi, për gjitha beneficionet që mund me marrë. A marrin pjesë ta kanë marrë edhe në këto takime, trajnime që keni ofruar për informim ose edhe tek zyrja, domethënë tek agjencia e aftësimit profesional gratë në mënyrë të barabartë në programet e trajnimit profesional, domethënë edhe gratë e reja, vajzat e reja në këtë rast, ka komitetet romashkali dhe egjiptian, edhe a keni bën ndoshta edhe ndonjë përpjekje të njëjtë siç e thatë apo stafat për komitetet edhe për të inkurajuar gratë të regjistrohen në këto fusha ku ndoshta janë të nënpërfaqësuara. Po, aja që i kemi bën përpjekje se mendoj që kur nuk bëhet ballë, gjithherë ka hapësirë ku mundem edhe më shumë me kontribu, jemi përpjekje të motivojmë, të krijojmë besim, sidomos për gjenimin femëror, te parukeria, grimeri, pastaj kemi pas që ja vlen për rroba qepsi, kemi pas numër të konsiderueshëm te fortaria. Këto janë ato nga profesionet që kemi pasur të gjitha komunitetet, po edhe komunitetet të romashkali egjiptas, romë nëse shumëti, po kemi pas. Pastaj kemi shembuj shumë të mirë që mund me potencu se kemi për një rast që kemi në proces që është për instalime elektrike dhe më pëlqen sa me vullnet vjen edhe ban këtë zanat, që është një prej zanate që në kujtoj tregun e Kosovës paguhet goxha mirë, thjesht një instalos i rrymës është shumë mirë. Është mirë, kemi edhe për vajza, po? Këtë instalim elektrike është një burr, ndërsa te rroba qepsia, te grimer te këta profilet parukeri, po janë femra. Apo ka edhe ndonjë organizatë për shembull bashkëpunëtore që për shembull mundet më vënë edhe Help Kosova ose edhe ndonjë donacion tjetër që pas marrjes së kursit ose certifikatës ata ndihmojnë edhe me blerje ndoshta të
mjeteve që mund ata të zhvillojnë pastaj punën e tyre, keni pas një program të tillë më herët? Neve me vitet tona kemi pas programe ndryshme prej zakonisht kanë qenë programe ndërkombëtare, cilat kanë ndihmu mjaft shumë dhe gjitha komunitetet e posaçërisht edhe komunitetin e Ramashkalit Egjiptas. Ato kanë kryer programet e na kurse ndryshme, pastaj këto organizata i kanë mbështetur me qoftë me mjetën nëse dikush ka kërku për shembull për parukeri, pas trajnimit që e kanë bërë në qendrën tonë, ata ja kanë mbledh të gjitha kabinetin, ja kanë përgatitur çka duhet, kanë bërë listën se çfarë i duhet për një paruker ose grimer ose një mbarë çfarë zanoti ka kryer, cilat pajisje cilat i duhen, edhe pastaj këta ja kanë A është aktuale tani? Për momentin nuk kemi, ka që 2 vite që organizata ndërkombëtare sukur është një lloj paudhimi, po unë shpresoj shumë që do fillon përsëri edhe që ka mundësi. Gjitha këto programe, gjitha këto informacione, shumë masak qytetarë tonë, gjitha ata që përna ndëgjojnë, mund mi marrë në zyret e punësimit, sa ata i këshillojnë e i informojnë për gjitha këto pakot. Na jemi me i fjallë vetëm mirë me trajnimin, pa gjithëherë dëshirojmë, gjithëherë përpiqem mirë, më kanë mbështes këtyne, po mandati jonë është trajnimi, certifikimi i qytetarëve. A keni ndonjë sfidë, ndoshta edhe me të rinjët, ndoshta edhe me diçka tjetër që mundeni me dhënë rekomandim ose me shpërfaq përmes emisionit tonë? Aja që unë kujtoj që ndoshta duhet edhe më shumë më bën, ndoshta edhe na në bisedat më të lira, të i pi kafe, të i takime ndryshme është që me potencu se sa e rëndësishme me pas një zanat, sa e me rëndësishme është sa me ngrit aftësitë tona, shkallësitë tona, edhe në qoftë se je duke punuar me një zyre, me një vend punës dikon, prapë gjithmonë e ndim që kemi nevojë me ngrit çdo shkallësi, ose unë gjithherë tham, në qoftë se jam një njeri që punoj me një zyre, patjetër më duhet me pas edhe një kurs edhe një zanat shtesë që më janë ndihmu kësaj, se dinamika e jetës, standardi i jetës na imponon që gjithmonë na më kanë vigjilencë së që me pas një zanat gjithmonë rezervë. Që është kujtoj është shumë e ndershme, është shumë mirë edhe është diçka që nuk e bën jetë. Shumë e vërtetë. Cili është mesazhi juaj që kishit dëshiruar me nda me të rinjt dhe punëkërkuesit që kërkojnë mundësi për trajnim profesional dhe punësim? Unë kisha apelu që shkoni në zyret e punësimit, regjistrohi, kërkoni me këmbgulje, këshilla, informatat ndryshme, mos pritoni, mos hezitoni, se jam shumë i sigurt që kanë më ndihmu, keni me përfitu shumë për këtyne mosat që veç janë aktive. Është diçka që është krejt falas, është një mundësi shumë e mirë, gjitha këto shërbime janë falas, po janë edhe shumë fleksibile, edhe shumë mundësi ka që çdo qytetar joni mundet më përfitu për këtyne programe. Faleminderit shumë që shit pjesë e ricerkës. Kam të respektin e shunam në ameneram pe agore amara misiaku, të misafirja në studio sneto vozurajo Sinan Gashi, kojtë obsheruno profesionalne treningoske centrosko ano Prizren, a kjesë dy të emisie ke realizingjem ano ketane butkiribet, ha ano partneriteti jes të penano piko IP e OSB, skoven sa step pe shuniper pe dikipe.